Përshëndetje gjithve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot, sot do bëjmë parashikimin për hënën e plot, që është në datën 29 korrik, dhe është në boshtin Luan Ujor. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë do themi pak fjalë në lidhje me hënën e plot dhe pastaj do shohim se çfarë energjie do na vi. Është një hënë e plot që është hëna më e fortë e verës dhe është një hënë e plot që do sjelli sukses në para, do sjelli pushtet, do sjelli dashuri, por është një hënë e re që do ndikoj më së tepër mbi 80 ditësh i parë i shenjave fikse, siç është shenja e Demit, shenja e Luanit, shenja e Akrepit dhe shenja e Ujorit. Ndërkohë, por do kenë ndikime pozitive këtu flasim. Ndërsa në lidhje me shenjën e Dashit, shenja e Peshores, shenja e Binjakëve dhe shenja e Shqiptarit, do kenë dhe ata ndikimet e veta, por do t'i kemë në një grad më të ulët dhe kryesisht 10 ditëshet e para do kenë ndikime shumë pozitive. Kështu që është një hënë e plot, aty kemi në fakt te kjo hënë e plot do kemi dhe Plutonin, do kemi edhe Jupiterin, që do jenë në Luan, dhe janë dy planete që janë shumë të forta gjatë kësaj vere, do kenë ato ndikimet e vera gjatë kësaj hëne të plot. Kështu që është një periudhë ku ju do harrini të kërkoni gjërat që ju dëshironi. Ju mund të kërkoni një dashuri, ju mund të kërkoni shumë para, mund t'ju vijnë pak dhe kërkoni dhe më shumë, por duhet keni kujdes sepse mund të humbisni dhe ato pak që keni, ose ju dëshironi një dashuri dhe dëshironi që ta keni këtë dashuri, atëhere ju mund të humbisni dhe diçka tjetër që mund të keni. Kështu që duhet të tregojeni të kujdesshëm, sa më shumë të kërkoni, aq më shumë do humbisni gjatë kësaj hëne të plot. Gjithsesi, unë nuk do doja të flisjam shumë në lidhje me këtë hënë të plot, do doja të shihnim tarotin se si do ndikoj në lidhje me të gjitha shenjat e horoskopit. Dhe fillojmë. Do bëjmë lexim të përgjithshëm. Te dikush do ndikoj në lidhje me fëmijët, në lidhje me profesionin, te një pjesë tjetër mund të ndikoj në lidhje me ndryshimin e pamjes tuaj, me detyrime të ndryshme që mund të keni, varet nga situatat që ju do keni. Gjithsesi, unë mora letrat e hënës për të parë se çfarë energjie do na vi. Atëhere, kemi energjitë shenjës së Peshqve këtu, energjitë shenjave të Ajrit dhe energjitë shenjës së Ujorit. Atëhere, shoh që ju ndjeni të sakrifikuar, mund të ndjeni të sakrifikuar në lidhje me një shtatzani, jeni duke analizuar gjithçka në lidhje me situatat e kaluara, mund të jeni duke sakrifikuar në lidhje me një dashuri dhe ju dëshironi vërtet, jeni duke analizuar dhe dëshironi të ndryshoni diçka në lidhje me këtë dashuri, ose në lidhje me fëmijët, në lidhje me shtëpinë, me karrierën tuaj, por edhe në lidhje me, për një pjesë tjetër, ndoshta jeni duke menduar për një ndryshim te pamja e jashtme, ndërsa për pjesën tjetër në lidhje me punën dhe anën ekonomike. Shoh që jeni ndjer shumë të sakrifikuar. Ndërkohë kjo ka lidhje dhe me anën shëndetësore. Për gjithë ata persona që kanë pasur probleme me shëndetin, unë shoh që ju jeni duke analizuar çfarë keni bërë deri tani dhe çfarë duhet të bëni në lidhje me shëndetin. Por kjo ka lidhje edhe me pjesën e personave që mund të kenë lidhje me ligjin. Gjithsesi, shoh që jeni në një energji që ku mund të ketë disa tensione, mund të keni kundërshtime mendimesh në lidhje me një person. Është një person që ka bërë shumë durim në lidhje me dashurinë, ose ju keni bërë shumë durim në lidhje me një dashuri. Ndjeni që ju është bërë një padrejtësi. Edhe pse jeni larguar, unë shoh që dëshironi ta lini mbrapa këtë person,
ose persona që mund t'ju kenë bërë padrejtësi, dhe të vazhdoni në lidhje me idetë tuaja. Dhe kjo ka lidhje si në lidhje me familjen, ku aty mund të keni disa tensione, ju keni ato idetë tuaja ose ju keni mendimet tuaja më saktë, dhe sikur po I lini persona të vazhdojnë, po ju nuk hiqni dorë nga mendimet dhe idetë që keni. Shoh që keni bërë shumë durim në çështje dhe situata të ndryshme. Kjo mund të ketë lidhje dhe në lidhje me studimet, në lidhje me shëndetin, në lidhje me dokumentat të ndryshme që keni bërë, që keni për të bërë. Aty ju bet një padrejtësi, ju keni bërë një durim shumë të madh në lidhje me këto çështje dhe situata, por dhe me çështje ligjore për një pjesë tjetër. Gjithsesi, shoh që ju do filloni të ndryshoni këndvështrim. Ndoshta ju do ndryshoni rrugën. Në qoftë se deri tani keni bërë gjëra që nuk ju kanë çuar diku, atëherë unë shoh që këtu filloni do të shikoni gjërat më pozitivisht, por do ndryshoni këndvështrim duke I parë gjërat ose duke gjetur atë zgjidhjen e duhur në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Dhe këtë mund ta merrni në lidhje me shtëpinë, me punën, në lidhje me anën ekonomike, me detyrime të ndryshme që mund të keni, ose edhe në lidhje me njohjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja. Dhe shohim çfarë na sjell energjia e sakrificave për ju. Dhe shoh është edhe një periudhë karmike në fakt, unë shoh karmën këtu. Është një lloj karme, nëse ju jeni ndjerë të sakrifikuar, jeni duke analizuar gjithçka, çfarëdo që ka ndodhur në jetën tuaj ka qenë diçka karmike. Dhe kjo ka lidhje në lidhje me gjithçka. Por unë shoh që ka ardhur momenti që ju I keni të gjitha mundësitë për të realizuar gjërat që ju dëshironi. Një dashuri, një njohje të re për një pjesë prej jush, sepse shoh që do keni takime. Këtu I kemi të gjitha shenjat e horoskopit, janë të gjitha energjit, këtu është energjia e shenjës së Demit. Dhe këtu shoh që ju do arrini të realizoni një takim me një person. Në rastin tjetër, ndoshta për ta çuar një njohje para, një lidhje, për ta çuar, për të pasur një bashkëjetesë, një fejesë, një martesë, ndoshta të gjitha vështirësitë që keni kaluar ka qenë një lloj karme për ju, gjithsesi ka ardhur momenti që ju të arrini të finalizoni diçka. Por, ndërkohë një dashuri, mund të keni sukses në dashuri. Për pjesën tjetër, në lidhje me partneritete, shoh që ju do jeni të suksesshëm në lidhje me profesionin, në lidhje me partneritete të ndryshme, në lidhje me anën ekonomike. Shoh që do jeni të mbështetur nga energji më të larta. Por kjo ka vlerë në lidhje me familjen, lidhje me fëmijët tuaj, por dhe me çështje që kanë lidhje me situata, me dokumenta të ndryshme, me studime, ose edhe në çështje ligjore që mund të keni pas. Dhe vazhdojmë, çfarë na sjell energjia e shpatave? Kemi energji të shenjave të tokës, energji të shenjave të zjarit. Gjithsesi, shoh që mund të sjelli një dashuri të re, shumë pasion, do jeni në lëvizje, por ndërkohë shoh që mund të jeni në lëvizje në lidhje me qëllimet tuaja. Qëllimet tuaja mund të jenë në lidhje me shtëpinë, me familjen, ose ju dëshironi të mendoni shumë seriozisht ndoshta në lidhje me udhëtime të ndryshme gjatë kësaj periudhe, por shoh një pjesë prej ju nuk hedhin hapa në fillim, sepse nuk e di ose keni kundërshtime mendimesh në brenda familjes, te vendi punës ose edhe në lidhje me disa dokumenta për të bërë një udhëtim, por unë shoh që po e mendoni seriozisht, por nuk hedhni hapa akoma. Por gjithsesi shoh që do ta bëni udhëtimin, sepse ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja. Kjo ka vlerë dhe në lidhje me punën tuaj, ose ju dëshironi që të vini një rregull në financat tuaja, sepse kemi të bëjmë me energjinë e tokës, në lidhje me ekonominë. Dhe jeni ndalur dhe po mendoni shumë seriozisht edhe në lidhje me shpenzimet tuaja, ose për të vendosur një rregull në anën ekonomike. Gjithsesi, ju shoh me shumë pasion, një verë, pavarësisht se mund të keni dhe kundërshtime mendimesh me një person, ju nuk do hidhni hapa, por shoh që do t'i vendosni qëllime vetes për të pasur dhe një romancë me një person. Por janë qëllime dhe në lidhje me kontrata të ndryshme gjatë kësaj periudhe. Dhe vim te energjia e shenjës së Ujorit, çfarë na sjell?
Atëherë, energjia e shenjës së ujorit, kemi energji të shenjave të zjarit dhe energji të shenjës së demit. Shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Ndoshta kanë qenë shumë të vështira për ju. Ose shoh që edhe disa konflikte dhe vështirësi që mund të keni edhe në lidhje me komunikimin. Po mund të jenë vështirësi financiare, ose ju keni pas vështirësi financiare. Kjo ka lidhje edhe në lidhje me vetbesimin tuaj, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë lidhje me familjen, me shtëpinë. Duhet keni kujdes nga disa tensione, por shoh që ju do t'i ktheni shpinën. Ose mund të jetë dhe një konkurrencë në dashuri. Ku ju mund të jenë ose konkurrencë, po mund të jenë dhe konflikte në lidhje me një pasion që ju keni me një person. Dhe është momenti që dëshironi të filloni nga zero, të trokisni në derën e këtij personi ose një person të trokasi në derën tuaj. Gjithsesi, është një periudhë që një hënë plot që duhet të keni kujdes në lidhje me këto konflikte. Mund të jetë konkurrencë në vendin e punës, mund të jenë konkurrencë në dashuri, mund të jenë tensione në familje, konkurrencë, një lloj konkurrence ndoshta për të bërë një zgjedhje për të shkuar me pushime. Gjithsesi, unë shoh entuziazm dhe dëshironi të bëni fillime të reja nga zero, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me anën ekonomike, të fitoni shumë para, ndoshta edhe nëpërmjet personave të tretë këtu, ose ju në një lloj konkurrence dëshironi të jeni të parët për të fituar shumë para dhe të bëheni të njohur. Për pjesën tjetër ndoshta mund të jenë dhe investime të ndryshme që ju dëshironi të bëni, por aty ndjeni që ka shumë konkurrencë, po ju edhe pse jeni me pak para në duar. Ju shoh që ju dëshironi të riskoni në lidhje me këtë. Dhe shohim përfundimin. Atëherë kemi energji të shenjave të ajrit, të gjithë ata që ndihen të sakrifikuar në lidhje me një dashuri, me fëmijët, me familjen, me çështjet e vendit punës, me shëndetin një pjesë tjetër, ndërsa një pjesë tjetër në lidhje me çështje ligjore. Unë shoh që ju ka qenë një lloj karme të gjitha vështirësitë, shoh takime në lidhje me personat, finalizime, fejesa, martesa, diçka e tillë, ose një fëmijë, një shtatzani, dhe shoh një fillim të ri dhe shumë negociata në lidhje me ju, në lidhje me gjitha çështjet që ju mund të keni, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, nga ana ekonomike, por edhe në lidhje me çështje që mund të kenë lidhje me dokumentat, me studimet, por edhe me anën shëndetësore. Atëherë shoh fillime të reja që marrin zhvillime shumë të mira, por këto do vinë nëpërmjet diskutimeve që do keni. Dhe vazhdojmë këtu ku një padrejtësi, kemi energji të shenjave të tokës, ju largoheni, keni kundërshtime mendimesh në lidhje me një dashuri, po mendoni seriozisht, po nuk keni hapa, por shoh që do jeni në lëvizje, do keni ndoshta do keni shumë pasion, por do jeni edhe duke menduar shumë në lidhje me një person. Ju mungon një person, ju mungon një dashuri. Për pjesën tjetër jeni duke menduar për anën ekonomike. Ndoshta aty mund të jetë bërë një padrejtësi, ose te vendi i punës, ose mund të jenë çështje të ndryshme te vendi i punës. Por gjithsesi ju do shkoni në një udhtim, aty do ndjeni vërtet edhe mungesën e parave, një lodhje fizike shoh për pjesën tjetër. Duhet keni kujdes me shëndetin tuaj gjatë kësaj hëne të plot, për gjithë ata që mund të kenë pas probleme ose edhe në lidhje me çështje ligjore, në lidhje me dokumenta të ndryshme, në lidhje me udhtimet që dëshironi të bëni. Shoh që aty mund të ketë disa situata që mund t'ju pengojnë pak. Dhe jemi këtu te karta e botës ku ka 4 energji. Kemi energjinë e shenjës së demit, shenja e akrepit, shenja e luanit dhe shenja e virgjireshës. Atëherë, ju shoh këtu që ju mund të keni bërë shumë durim në lidhje me një konkurrencë. Mund të jetë një konkurrencë në dashuri, mund të jenë tensione, konflikte në familje, mund të jenë tensione te vendi i punës, ose në lidhje me udhtimet, në lidhje me studime. Por gjithsesi, unë ju shoh të dëshironi ta filloni nga zero. Ju mbyllni një cikël të vështirë dhe shoh një cikël i ri, ku do t'ju sjelli shumë dashuri, sukses, para,
por do jeni të vetë realizuar, por do sjelli edhe udhtime. Dhe udhtimet i kemi disa herë këtu. Ndoshta muaj udhtime shkoni për pushime, por këto udhtime mund të kenë lidhje edhe me studimet tuaja. Por kanë lidhje edhe me investimet të ndryshme që dëshironi të bëni. Edhe pse do ketë konkurrencë, ju do luftoni shumë fort. Edhe pse do keni pak të ardhura në dorë. Ju përsëri ju shoh që ju dëshironi të riskoni në lidhje me gjithçka. Dhe përfundimi hedhim edhe 2 letra. Shumë ëndra, shumë iluzione shoh. Jemi te energjia e shenjave të ujit, energjia e shenjave të zjarit. Ju shoh që keni shumë ëndra dhe shumë iluzione në lidhje me dashurinë. Do keni shumë oferta, jeni të përqendruar te një person, dëshironi që të realizoni ëndrat tuaja, por shoh që keni kaluar shumë vështirësi. Dhe ose ju do keni pengesa dhe shoh që dëshironi ta bëni këtë fillim të ri, por diçka sikur ju pengon, sikur gjatë rrugës keni pengesa. Ndërsa për pjesën tjetër do kenë oferta të ndryshme në lidhje me punën, oferta ekonomike, oferta në lidhje me fëmijët tuaj, në lidhje me shtëpinë, ose edhe në lidhje me pushimet, sepse shoh që dhe aty në lidhje me fillime të reja që mund të bëni në biznese, në investime të ndryshme që mund të bëni. Dhe jeni duke ndëruar çfarë dëshironi vërtet të bëni, por ndërkohë shoh që do keni pengesa ose ju keni kaluar shumë vështirësi, do t'i lini mbrapa, por ju shoh edhe shumë luftarak për të realizuar ëndrat dhe dëshirat që ju keni. Dhe marrim dhe një tjetër, kemi gjitha proceset hënore këtu, jemi te energjia e kupave, dhe këtu ju shoh me lajme të mira, një çlirim shpirtëror në lidhje me tensione, në lidhje me këto vështirësi dhe pengesa që ju keni pasur, në momentin që ju të luftoni fort, në lidhje me ëndrat që ju keni, unë shoh që ju çlironi, por merrni dhe lajme të mira. Këto lajme të mira mund të jetë një lajm i mirë në lidhje me dashurinë, me familjen, në lidhje me pasionet që ju keni, në lidhje me karrierën tuaj, por edhe në lidhje me anën ekonomike, dhe shoh që është një periudhë që do t'ju sjellë zhvillime shumë të mira, në moment që të lini mbrapa të gjitha këto vështirësi. Dhe marrim edhe një tjetër për të saktësuar diçka. Del përsëri shohim një fitore, një sukses në lidhje me ju, do jeni duke e festuar këtë gjë, por do ketë persona që do t'ju mbështesin, do ketë dhe persona që nuk do gëzojnë në lidhje me sukseset që ju do keni. Mund të jetë një sukses në dashuri dhe ju jeni duke e festuar, mund të festoni në lidhje me familjen tuaj për një pjesë tjetër, ose në lidhje me punën tuaj, mund të pozicionojnë në një punë më të mirë, ose ju mund të bëni një fillim të ri, një investim, një biznes, dhe ju shoh që aty do keni sukses, por jo se do mbështeteni nga të gjithë. Çlirim shpirtëror, sukses në lidhje me gjithçka që do bëni gjatë kësaj hëne të plot. Gjithsesi, efektet janë të zgjatura, nuk është se. Dhe marrim një mesazh nga ëngjël dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin. Shoh që ju ka munguar dashuria, ju keni frikë, keni frikë nga dashuria, nga mungesa e dashurisë, keni frikë nga mungesa e parave, keni frikë për fëmijët tuaj, keni frikë në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që keni në shtëpi, në familje, por thot duhet merrni vendim dhe të kërkoni ndihmë dhe nga persona të tjerë, thot. Duhet të shkëputeni nga kjo energji. Për pjesën tjetër, ka lidhje me shëndetin tuaj, por dhe me një lodhje të madhe fizike. Atëherë kërkoni ndihmë, thot, kërkoni ndihmë dhe largoni këto frikra që keni në lidhje me gjithçka. Ose ju mungon një person, ju mungon një dashuri dhe është diçka që ju ka krijuar një situatë frike brenda vetes. Thjesht kërkoni ndihmë edhe në lidhje me këtë. Dhe marrim dhe një tjetër. Dhe kemi kartën e ujorit këtu. Kartën e yllit është një energji fantastike, ju keni manifestuar për të realizuar gjërat që ju dëshironi. Atëherë, nëse ju keni manifestuar në lidhje me një dashuri, atëherë është momenti që vërtet ta realizoni. Ta realizoni, por mos kërkoni më shumë
nga që takon, sepse aty do humbisni gjithçka. Dhe ju bën që të bëni dhe plane afatgjata në bazë të ose ju keni manifestuar dhe keni bërë plane afatgjata në lidhje me një dashuri, jeni në rrugën e duhur, ju thot, dhe kjo ka vlerë edhe në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët, në lidhje me punën, nga ana ekonomike. Gjithsesi, keni një mbrojtës në lidhje me çfarë do lloj gjëje që ju keni manifestuar. Në qoftë se ju keni manifestuar, atëherë unë shoh realizime. Ndoshta të gjithë manifestojnë çdo ditë për gjërat që ju vërtet dëshironi, por dhe manifestimi është diçka i përditshëm, por gjithsesi është energjia që mund të ketë një manifestim tani, gjatë hënës së plot, për të realizuar gjërat që ju dëshironi, por për të bërë dhe plane afatgjata. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndihni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, sepse janë postuar për gjithë muajin, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe një mbasdite sa më të këndshme. Dëgjojmë në videot e radhës.